Zhymer, cilë janë 3 poet më të mirë të letërsisë shqipe sipas teje? Tisha frym, krejt erën e luleve, ty të kisha prum. Po kush pos Fazli Grajqevci që ka ditë kaq bukur me turr të vargje. Endrem Jeda, Rahman Dedaj, e sa tjeri kemi na. Po këta 3 do t'i veçoja. Po sëqërisht, Fazli Grajqevci. Amaneti i luftarit. Ndër këngët e epopes njerëzore, o vlla, zgjodhe ma të bukrën me këndue. Male, kodra, kalove të e sumu e fshat. Në zemër të trollit, legjenda ta shkrue. O fato si lindu në shkrepat e Drenicës, me amanetin tand, çdo njeri ngopet dashni. Lumbi i bishave të goditi në stinën e ngricës, vrushkujt e gjakut, t'i puthit djeli, plot kreni. Vaje i bylbylit. Bylbyl ky shekull ore qas ndrohet, bim poshtë e neltit i vogli qohet. Edhe natyra po do më ndruhe, fillon e gëzue. Trajnijet më të më që ndrohen me treja, e njimi po i ranë për sirfeja, po kësen më të moti që pa mbarue, fillon e gëzue. Po si më të moti ndronë edhe na vetë, her gazmohna, her rejnë të shkretë. Për vaj e antimi kanë të tushue, fillon e gëzue. Bas vaj tashëm ka me tarë qendi, ka me tash ndoshur zemën nga vendi. Për malë si motit zonki me lëshue, fillon e gëzue. Ku të shkojsh ndër fusha, ku të shkojsh ndër male, afer shpiseme hovin ta mnale. Mahmet atë zonin tanë të e priglue, kanë të të gëzue. Vertikale. Kur mos thuaj Kosovë, kur je vetëm, himni nuk këndohet me vetveten. Mos e thuaj korra fjallë, nëse s'mund ta vrasësh vdekjen me atë emër.